Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për 7 marsin. Dashi. 7 marsi. Kjo ditë për dashin sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Mund të ndihesh më i motivuar për të filluar projekte që i ke menduar prej kohësh. Në punë është një moment i mirë për të treguar aftësitë e tua dhe për të marrë përgjegjësi shtesë. Kujdes, vetëm të mos veprosh shumë shpejt, pa menduar mirë, sepse impulsiviteti mund të sjellë keqkuptime me kolegët ose familjen. Në aspektin emocional, dita favorizon biseda të sinqerta. Demi. Për demin, 7 marsi sjell një atmosferë më të qetë dhe reflektuese. Mund të ndihesh i prirur të mendosh për planet afatgjata dhe për stabilitetin tënd personal. Në punë, durimi do të jetë arma jote më e fortë edhe nëse gjërat nuk lëvizin aq shpejt sa dëshiron, përkushtimi yt do të vlerësohet. Në marrëdhënie, është një ditë e mirë për të forcuar lidhjet me njerëzit. Binjakët. Për binjakët, kjo ditë mund të jetë plot komunikim dhe lëvizje. Mendja jote do të jetë shumë aktive dhe mund të kesh shumë ide të reja. Në punë, aftësia jote për të komunikuar dhe për të bashkëpunuar me të tjerët do të ndihmojë të zgjidhësh situata të ndërlikuara. Mund të marrësh edhe një lajm interesant ose një mundësi e re që lidhet me projektet e ardhshme. Gaforja. 7 marsi për gaforën mund të jetë një ditë me ndjeshmëri të shtuar. Intuita jote mund të jetë shumë e fortë dhe mund të ndihmojë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Në punë, është një moment i mirë për të përfunduar detyrat që kërkojnë përqendrim dhe kujtesë në detaje. Mund të marrësh edhe mbështetje nga një koleg ose një person me përvojë. Luani. Luani mund të ndjejë një rritje tek vetbesimit dhe dëshirës për të qenë në qendër të vëmendjes. Kjo është një ditë e mirë për të treguar talentet dhe kreativitetin tënd. Në punë mund të marrësh një rol më të rëndësishëm ose të udhëheqësh një projekt të vogël. Njerëzit përreth mund të vlerësojnë energjinë dhe entuziazmin tënd. Në dashuri, dita sjell emocione pozitive dhe momente romantike. Virgjëresha. Për virgjëreshën, kjo ditë mund të jetë shumë produktive nëse arrin të organizosh mirë kohën. Mendja jote analitike do të ndihmojë të gjesh zgjidhje për problemet që më parë dukeshin të vështira. Në punë, kolegët mund të kërkojnë këshillën tënde sepse vlerësojnë qasjen tënde praktike. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të mos jesh kritik. Peshorja. Peshorja mund të ndjejë nevojë për harmoni dhe balancë gjatë kësaj dite. Marrëdhëniet me njerëzit përreth do të jenë shumë të rëndësishëm dhe mund të kalosh kohë duke zgjidhur keqkuptime ose duke forcuar lidhje ekzistuese. Në punë, aftësia jote për diplomaci do të jetë shumë e dobishme. Mund të jesh personi që ndihmon ekipin të arrijë një marrëveshje të mirë. Akrepi. Akrepi mund të përjetojë një ditë me emocione të thella dhe reflektime të brendshme. Mund të ndihesh më i përqendruar në qëllimet e tua dhe më i vendosur për të arritur sukses. Në punë, këmbgulja jote do të ndihmojë të kapërcesh sfida ose të fitosh respektin e të tjerëve. Shigjetari. Për shigjetarin, kjo ditë sjell dëshirë për aventurë dhe për të mësuar diçka të re. Mund të ndihesh i frymëzuar për të bërë plane udhëtimi ose për të filluar një aktivitet të ri. Në punë, optimizmi yt mund të ndikojë pozitivisht dhe te kolegët.
Mund të paraqitesh një mundësi që lidhet me zhvillimi profesional ose me bashkëpunime të reja. Britsjapi mund të ndjej një fokus të fortë te puna dhe përgjegjësitë gjatë kësaj dite. Disiplina dhe përkushtimi yt do të ndihmojnë të arrish rezultate konkrete. Në punë mund të marrësh vlerësim për përpjekjet e tua ose të besohet një detyrë e rëndësishme. Megjithatë, përpiqu të mos harrosh jetën personale ndërsa ndjek ambicjet profesionale. Ujori mund të ndjejë një frymëzim të fortë për ide të reja dhe projekte kreative. Mendja jote do të jetë e hapur ndaj perspektivave të ndryshme dhe kjo mund të ndihmojë të gjesh zgjidhje origjinale. Në punë mund të dallohesh për qasjen tënde inovative dhe për aftësitë për të menduar ndryshe nga të tjerët. Në marrëdhënie përpiqu të gjesh balancë. Peshqit mund të përjetojnë një ditë me shumë ndjeshmëri dhe imagjinat. Mund të ndihesh më i lidhur me emocionet e tua dhe me njerëzit përreth. Në punë, kreativiteti yt mund të ndihmojë të gjesh ide të reja ose zgjidhje të pazakonta. Megjithatë, është e rëndësishme të qëndrosh i fokusuar dhe të mos humbasësh në ëndra. Në dashuri, dita favorizon momentet romantike dhe bisedat e thella me partnerin. Nëse je beqar, mund të takosh dikë që ndan të njëjtin ndjeshmëri dhe mënyrë të menduarit. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë, sidomos nëse ke qenë i prirur për shpenzimet emocionale. Kujdesu për mirëqenien tënde, duke gjetur kohën për aktivitete që ushqejnë shpirtin, si muzika, arti ose meditimi. Një moment qetësie mund të jap qartësi për vendimet e ardhshme. Dhe si përmbledhje, dita e 7 marsit sjell një energji të përzier për shumicën e shenjave të zodiakut, duke kombinuar reflektim me mundësi për veprim. Shumë shenja do të ndjejnë nevojën për të rregulluar prioritetet dhe për të menduar më qartë për qëllimet e tyre afatgjata. Në aspektin profesional, dita favorizon komunikim, bashkëpunim dhe organizim. Personat që tregojnë durim dhe diplomaci mund të arrijnë rezultate më të mira, ndërsa veprimet impulsive mund të sjellin keqkuptime të vogla. Faleminderit që na dëgjuat deri më tani dhe për më shumë video në vazhdim, një like dhe subscribe.